Bismillahirrahmanirrahim. Allah ju shpërblet lezën për mikpritjen që na keni vënë. I gëzohet zemra një muslimanit apo një vllaut I cili e sheh kët vllazërilok këtu. Dhe për këtë arsye alhamdulillah Allah ju shpërblet hoxhën foli për çështjen e vllazërilok, prandaj do ta plotësoj veç pak. Domethënë kjo çka foli ki është shumë me vend, është domethënë ajo çka ju duhet juve që ta harroni këtë vllazërilok, jo vetëm ta harroni, por edhe ta forconi, domethënë ta shtoni. Sepse gjatë këtij udhëtimi, subhanallahu, shumë na ka bëu dobi gjendja e vllaznive në vende ndryshme. Domethënë dikund është shumë fort, dikund është shumë dobët, dikund është mesatar. Prandaj kjo duhet ruhet sepse vetë kjo vllazniloku, siç kanë thënë, domethënë ma trego kush është shoku jot, tregoj kush je ti. E nëse ke vllaun tënd të fortë dhe prej besimtarëve, është ai I cili do të shpëton ndoshta edhe prej zjarrit të xhehenemit, sepse vllau I mirë I drejtë ndaj tjetrit është ai I cili kur ta sheh gabim e përmirëson. Dhe nëse ka cilësi të mirë, mundohet që ta këshillon ta forcon atë cilësi të mirë. Për këtë arsye, domethënë përveç asaj çka përmendi hoxha, ne duhet dina se diçka, një pengesë të madhe çka nuk e veprojnë vllaznia, përgjithësi muslimanët është duaja. Domethënë një mangësi që e kanë vllaznia për përmirësimin e vetes apo për arritjen e disa sendeve të xhairit është mos I kthimi I tyre tek Allahu subhanahu wa taala për nevojat e tyre. Prandaj çdo send arrihet me sebepe mirë, po duhet të bashkangjitet edhe me dua dhe nuk duhet të lihet duaja pas dore. Dhe për këtë arsye sahabët e kanë pas zakon për sende të mëdha të vogla kanë bëj istihare. Domethënë sendi I parë apo domethënë ajo nevojën e parë që kanë pas fillimisht janë drejtuar Allahu subhanahu wa taala, pastaj kanë marrë sebepet tjera të cilat domethënë duhet më marr besimtarët. Për këtë arsye bani dua për çdo mangësi që e keni, bani dua për çdo cilësi të mirë që e keni që Allah t'u forcon, bani dua drejtoni Allahu subhanahu wa taala që këtë vllazërilok ta shton dhe të jep bereqet asaj dhe të jetë një far vllazërilok I cili domethënë I përmbush ato vlerat e vllazërilokut, pra kur ta shihni vllaun tjetër që gabon, ta këshilloni dhe ai I cili këshillohet ta përgatit veten, ta ushtron veten që ta pranon këshillën, bëhet prej atij që ta pranon këshillën. Dhe pastaj, domethënë doja të foli rreth asaj, domethënë jeni me një vend të jo muslimanëve. Në këtë vend I dini shumë mirë që ka hapësira davetit shumë llojshme, sidomos me të tjerët. Fillimisht njeriu duhet të njermat çka është më afër, mirë po daveti në këto vende është shumë I nevojshëm shkaku se ata janë me një farë shkallë të inteligjencës, mirë po nuk kanë, domethënë ndoshta nuk ka arrit e vërteta deri tek ata. Për këtë arsye mos të vije puna nesër kur dalën para Allahut subhanahu wa taala në qafir apo një jo besimtar I cili ka kaluar shpesh ka xhamia, thosë tu drejtohet juve apo neve, pse ti s'm ke kallzuar për Islam para Allahut subhanahu wa taala, pse ti nuk më bën kot, pse ti s'm fol asnjë fjalë. Ke pa se kam kaluar, nuk më ndal të marrësh një fletushka apo diçka, ti shkon shkak të çajo fletushka apo çaj nasihat jot që unë ta pranoj Islamin. Për këtë arsye ne dimë shumë mirë se në këto vende, domethënë është I dobishëm apo presidenti pejgamberit sallallahu është periudhë të merret si shembull periudha e Mekës, domethënë. Periudha e Mekës si tregojnë dietarët është periudha në të cilën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka bërë davet në dy çështje kryesore. Në tauhid, sepse e dinë shumë mirë që ka qenë domethënë populli I cili ka pas 360 puta, bile një shek që ka qenë në seminar në Shkup, tha 360 puta, për ato 360 puta kanë bërë ditëlindje. Domethënë ato gjatë vitit, tan vitin çdo ditë kanë pas kanë ditëlindje. Domethënë për 360 puta kanë ditëlindje, domethënë I vjen 360 ditë nga një festim ashtu, domethënë kanë pas mes 100 ditë atë kështu. Dhe për këtë arsye, në çasi popull ka thënë Allahu subhanahu wa taala e kanë nxjerrë njërin prej tyre që t'i udhëzon dhe t'i drejton në rrugën e Allahut subhanahu wa taala dhe të largohen prej shirkut në tauhid. Domethënë ka bëu pejgamberi sallallahu fillimisht davet në tauhid, sepse është ajo çka e pason zemrën, e pason mendjen nga shirku, nga ajo çka është shumë zullumi që e ka thënë vetë Allahu subhanahu wa taala zullumi më I madh. Pastaj ka bëu thirrje pejgamberi sallallahu në vlerat e larta morale. Pse? Sepse me çdo vlerat e larta morale janë njoft sheku mbas sheku, domethënë te njerëzimi dihet ç'kjo, a është moral apo nuk është moral, a është e lartë si vlerë apo nuk është. Dhe për këtë arsye 13 vitet e para pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë këto dy çështje. Dhe ne këto dy çështje duhet I marrim nga vetë historia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se janë dy çështje në të cilat këtu bëhet davet ashtu. Bëhet gjithkund ajo, domethënë nuk përjashtohet asnjë vet, mirë po në këto vende është më mirë, domethënë njeriu fillimisht t'i thirrë njerëzin tauhid, mirë po davetin e tij të jashtëm ta bën me vlera të larta se këtu shumë ja vën rëndësia asaj çështje.
Domethënë se njeriu këtu i mbahet Islamit dhe Sunetit e pejgamberit si duhet, me moral të lartë, sjellin ndash me vllaznitë e vet, ndash me jo muslimanët, automatikisht ata fitojnë bindje të mirë. Pastaj ti afrohesh tek ata, domethënë çelet një derë në centi, pastaj edhe mund t'i folësh. Gjithashtu mendoj që e udhësh është edhe që ju për shembull keni më shumë kontakte me qafira, jo me ndej larg. Se ne për shembull kur ja keni nis davetin, vllaznia foli domethënë për davetin selefi, domethënë përgjithësi çka ja niste në vet automatikisht kur njeriu pak me imam më të fortë në fillim, fillon boje barriera mes atij dhe mes shoqërisë tjetër. Kjo foli për shoqërinë e muslimanëve shqiptar te ne, pastaj domethënë dalim më jashtë. E kjo është problemi më i madh që e hasin vllaznia në fillim të udhëzimit apo gjatë udhës davetit. Vet automatikisht pa dëshirën e tyre apo pa diçka, jo nuk shkojmë, nuk bashkohemi ato sa ai pin cigare, nuk bashkohemi me kot sa i rin kafe, jo se kia, jo, ti duhet patjetër, domethënë nuk thona shkon në përmendje që kanë ndaluar. Mirë po përzierja me shoqëri shumë është e madhe, shumë është e rëndësishme shkaku që ai ta ndije se ajo si ti dhe ti je se ai. Domethënë nuk keni dallim, se kam lëshuar një mjekër, nuk jam tjetër çaj njeri, domethënë si kam qenë xahil me çdo moment, çaj më tash vetëm se i bëj disa sende që të cilat Allahu subhanahu wa taala më ka urdhëruar, edhe le janë largu prej disa ndalesave të cilat Allahu subhanahu wa taala i ka larguar. Mi po unë jam, do unë jam mirë sikur ti, unë hapi sikur ti. Mendoj kam çefet e mia, i kam ato dëshirat e mia, mi po janë të barabartë. Prandaj shoqërinë e ngushtë, të cilat nuk janë të udhëzuar tash, mi po i kene pas në xahilet, nuk bën me i hub. Pastaj pas kësaj shoqënie domethënë si hak vinë edhe këto jo besimtarë të cilët duhet edhe ato mi thirr patjetër në Islam, me ato metodat e tyre, ne dim shumë që i kanë një farë civilizimi këto ndryshe prej te ne, domethënë deri diku marrin vesh do sende, edhe pse tash luftohet Islami këta anë, përsëri ne me sjellje të mirë, edhe me argumente logjike për njëshmërinë Allahu subhanahu wa taala, shumë kollaj ndoshta mundet me i bind ato që ta pranojnë fenë Islamin. Dhe për këtë arsye domethënë mendoj që është e udhës mos të vijë nesër ndash neve si hoxhallar, ndash juve si davexhi, të vijë puna nesër na kapi filani për fytje, filani për aso, pse s'm ke folë, pse s'm tha, çati non stop keni kalu, ndoshta ke pas, ndoshta shumica për juve ka punë me qafira non stop. Domethënë punë. Do thoshë nesër pse s'm ke folë, ti non stop ke pa aty. Me ti kam qenë asnjëherë s'm ke folë për Allahun subhanuhu te, për dashurinë ndaj Allahut subhanuhu te, për pejgambert. Domethënë s'm ke folë ti kurrëherë. E tash Allahu subhanahu wa taala dëmdënoje shkaku se ti s'm ke fol. Prandaj ne si akide e ehli sunetit është më pas mundësi ne si besimtar të bëna sebeb për këtë dynjë, 7 miliardë sa janë njerëz dynjë, të bëna sebeb që ato të udhëzohen, të pranojnë Islamin edhe të hyjnë në xhenet, ne çka do dëshirojmë. Do thonë se ka pejgamberi Allahu subhanahu wa taala ka thënë pejgamberin sasem që ka ardhur mëshirë për këtë njerëzim. Dhe ne jemi popull i cili është llogarit popull mesatar para Allahut subhanahu wa taala dhe populli i cili për cilësive e ka që urdhnojnë në të mirë dhe ndalojnë nga e keqja. Për këtë arsye domethënë ne si muslimanë apo si davexhi duhet patjetër sicilë ta ndijë këtë nevojë. Nuk është kjo e drejtë apo veçori vetëm e hoxhallarëve. Ja di shumë se pejgamberi sa ka thonë, domethënë transmetoni prej me qoftë edhe një ajet. Ju çfarë domethënë transmetoni prej me çfarë që e dini që të arrin deri tek ai qetri sepse ndoshta ai qetri e kupton më mirë se sa ki i pari. Domethënë ti ke ndëgjuar ndoshta se kuptuam, çfarë si kanë dëgjuar, nëse ke mundësi ta transmetojsh te ai qetri ndoshta përfiton për asaj shumë. Ka raste që na kanë ndodhur, domethënë i ke boda vet dikujt, ke boda vet ndoshta 1 vjet, deri në 2 vjet ka ndodhur. Kena shkuar në studime. Pas 7 vjetëve kur e kthye rifi ka ndryshuar këtë. Për një me alkool, ka ndryshuar gruan me shami, vet fal namaz, e habitesh. Ti se dish kur i ka bodo dobia ju. Ndoshta është bodo shkak edhe që tërkush. Mi po e fjala e jotja ti neve Allahu subhanahu wa taala i dërguar ti na ka mësuar që ne i marrim sebebet, rezultati i ndorë të Allahu subhanahu wa taala, bile siç është ai hadith, domethënë i 4 persona, domethënë 2 janë të njëjtë dhe 2 tjerë, një grupi tjetër janë të njëjtë. Grupi i parë domethënë ajo që neve na intereson është se dikush që ka parë, edhe e për hir të Allahu subhanahu wa taala ka pasuri shumë, edhe e për hir të Allahu subhanahu wa taala shumë, do të hyjë në xhenet. Ki qetri do t'i merr sevapet e këtij, vetëm se thot, edhe Allahu subhanahu wa taala i di zemrat e njerëzve, edhe di se diçka sikur të ishte si do të ishte. Dhe për këtë arsye Allahu subhanahu wa taala ka treguar se ki, domethënë i dërguari sallallahu ka treguar se ki person, vetëm se ka pas dëshirën sikur të kishte pas pasuri sikur ai pari, do të kishte vepruar kështu. Edhe kundra, domethënë është 2 veta të cilat janë domethënë humner apo në humbje janë ai i cili ka pasuri dhe nuk e shfrytëzon atë në herë, e shfrytëzon ku s'duhet, edhe ai tjetri i cili thotë të kisha pas atë muziki do ta kisha vepruar sikur ki.
Për këtë arsye, lutem Allahun subhanahu wa taala të na bën për atyre të cilët e kuptojnë mirë këtë mesazh, rëndësinë e këtij mesazhi, e kuptojnë mirë se ky mesazh është direkt për sicilin tek tek. Domethënë secili do ta ndijë se Allahu subhanahu wa taala kur na drejtohet dhe i dërguari sallallahu alaihi wasallam kur na drejtohet me diçka, ta dini se është për mua speciale dhe për ty speciale dhe për secilin individ, po speciale mesazh, prandaj duhet ta pranojmë sikur mesazh nga ana e Allahut subhanahu wa taala dhe vetë se e dim se është nga vetë Allahu subhanahu wa taala krijuesi, ne atë mesazh do ta përfitim. Prandaj ne dim si ehli suneti është, domethënë beson që imani rritet edhe dobësohet. Këtë elhamdulillah e kena kuptuar. Për këtë arsye domethënë rritet me vepra të mira dhe zvoglohet me gjuna. Dhe për këtë arsye, vllazni Lloki është një prej asaj në të cilat rritet imani, vetëm të nesh një fjalë, një këshill rritet imani. Jo më të kesh vllazni të cilët përmisojnë dhe të përkujtojnë, sikurse ka qenë kohën e sahabëve të cilët jam lehtë, hajde ta përkujtojmë Allahun subhanahu wa taala, që të ka thënë hajde meditojmë rreth ajeteve të Allahut subhanahu wa taala, që të ka thënë hajde na lexo filan surën, që për shembull surën Al-Asr. Domethënë vetëm kanë këshilluar njëri tjetrin për të arritin imanin, sepse e kanë kuptuar që imani rritet me vepra të mira dhe zvoglohet me vepra të këqija. Prandaj vllaznillo ku çka e keni këtu, domethënë kur hinëm kadera e pam shumë mirë se ndryshe është ambienti këtu prej vendeve tjera, pse vetëm se ka pas davete dhe ka pas vëllezër të cilët kanë shiquar qëllimet e të cilëve siç duket ka qenë më të larta se sa vetëm domethënë formaliteti i Islamit. Prandaj ky vllaznillok duhet të ruhet edhe keni përgjegjësi që ta ruani këtë vllaznillok. Gjithashtu keni përgjegjësi edhe që ti si e përmendën ti thirrni edhe njerëzit tjerë. Lutem Allahu subhanahu wa taala që na bën prej atyre të cilët e kuptojnë mesazhin e tij dhe e çojnë atë deri në vend. Gjithashtu lutem Allahu subhanahu wa taala që t'i ruan këto mexhlise, të cilat domethënë janë kështu në kësaj forme, edhe inshallah Allahu subhanahu wa taala i forcon ato. Gjithashtu domethënë lutem Allahu subhanahu wa taala në për vende të cilat kanë nevojë për davexhi, për hoxhallar, për vëllezër, Allahu a mundsoft se e kena parë gjatë rrugës. Ka pas shembull kur kena ndalë në Zvicër, stacioni i parë në tek vllaznit, e pam se ato kishin shumë nevojë. Edhe për vllaznit kishin nevojë shumë, se ishin numër pak, mirë po kishin nevojë edhe për një hoxh, i cili do t'i mbledh sepse vetë ato na tregojnë se kanë qenë pak më shumë, shkaku i mungesës hoxhës, shkaku i mungesës vllaznit i cili ka mund t'i mbajë janë larguar domethënë. Për këtë arsye dijeni vlerën e vllaznit se kur ta humbish diçka ja di vlerën e saj. Këtë arsye, do lutni Allahu subhanahu wa taala non-stop pa ndërprerje që Allahu ta ruan këtë vllaznilok dhe ta shton ato në çka është i kënaqur Allahu subhanahu wa taala. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.